Asalamu alaikum ishte dashur, shpresoj se po kaloni mirë në këtë ditë nxehtë të verës. Jemi sot në xhaminë e Kurshunlis në qytetin e Pejës. Brenda xhamisë janë një numër i madh i nxënësave duke zhvilluar mësimbesimin. E ne mezi presim t'i takojmë e t'i testojmë njohuritë e tyre, andaj ejeni të shkojmë. Na ndriçon, mësoj mirë, ditë për ditë, me bismillah, nisim dritë, çdo ajet rri në zemër, na afron Allah te ti, o mejtep, sa të dua. Çështja e fëmijëve është amanet. Është për amaneteve që Allah subhanahu wa ta'ala na ka ngarku me to, kemë mu pyet për Allah subhanahu wa ta'ala. Përgjegjësia e prindërve është shumë e madhe. Nganjëherë ka për prindërve që kanë keq kuptuar këtë përgjegjësi. Na duhet të më kujdes për fëmijët tonë, mi arsimu, do thot mi shkollu, mi vesh, më kujdes për vendbanimin e tyre këtë, po këto ka të bëjë me çështjet e dynjas. Duhet patjetër mi bashkangjit edhe mësimin e tyre, mi au ngul në zemrat e tyre besimin në Allahun subhanahu wa ta'ala, që kjo është amanet që për të cilin do të pyetet secili prind. Prindi është përgjegjës i familjes. Kur thon prindi është për qëllim nana dhe baba. Bashkarisht duhet me u kujdes që këtë amanet me çu në vend, mos me e tradhtu. Kur tradhtohet ky amanet, kur prindi nuk e jep këtë mund. Ky fëmijë nesër potencialisht mundet para Allah subhanahu wa taala, nëse nuk o përgatit për xhennet, me i thon babës dhe nanës, nan, më ke ushqy, më ke vesh, më ke shkollu për çështjet e dunjas, krejt më ke ndajt gati. Ndërsa për botën e amshushme, kur gjë se kujdes për mua. Kjo është një lloj tradhtie e amanetit. Por atë me i pru fëmijët me i mësu. Unë e di që njerëz kanë angazhime, kanë ngarkesë ditore, po alhamdulillah Allah i ka jep mundësitë në përket xhamitë do të thotë Republikës Kosovës, ku mbi mashupsenimi xhami ka mësim besim. E nuk do të thotë është asgjë e vështirë që prindi më ardh me pru fëmijën e tij në xhami, edhe pastaj hoxha janë ndihmon me krye amanetin që e ka përgjithësi baba dhe nana. Plot gëzim, mbushen zemrat me besim, çdo mësim na gëzon, zemra jon na ndriçon, mësoj mirë, ditë për ditë, me bismillah. Mirë, atëherë miq të dashur, jemi pra në xhaminë e Kurshunlis, qysh jo lajmëruam edhe më herët. Unë po mahnitem nga ky numër i madh i nxënësave, e para meje i kam 5 nga këta nxënës, të cilët do i testojmë në njohuritë e tyre. Ata janë Adni. Unë jam Adni Kirmendi, vi nga Peja dhe jam 13 vjeçar. Unë mendoj se kam fitu sepse mësoj shumë dhe arrit qëllimit e mia. Lënda ime e preferuar është Kurani. Isao. Selam aleikum, unë jam Isa Goga, vi nga Peja, jam 13 vjeçar. Cila është lënda preferuar me besim? Leximi i Kuranit. Medina. Unë jam Medina Goga, i kam 13 vjetë dhe vi nga Peja. Unë besoj që sot kam e fitu se kam shumë vetë besim në vete. Mësë shumë të më ka pëlqyer leximi i Kuranit. Arisa. Përshëndetje, unë jam Arisa Broqi, jam 12 vjeçare dhe vi nga Peja. Lënda ime i preferuar është leximi i Kuranit. Dhe Lina. Unë quhem Lina Kelmendi, vi nga Peja. Lënda jam e preferuar është leximi i Kuranit. A jeni gati për të filluar garën? Po. Bukur. Fillimisht, gara i ka 4 rubrika. Rubrika e parë është rubrika e Kur'anit. Një pyetje e keni njohuri të përgjithshme nga Kur'ani dhe pyetja e dytë është lexoje surën. A jeni gati me fillu? Adni? Bismillah. Pyetja e parë për ty, Adni, është cila është sureja më e gjatë në Kur'an? Surja më e gjatë në Kur'an është El Bakara. Bukur, mashallah, përgjigja e saktë. Pyetja për Isaun është cila është surja më e shkurtë në Kur'an? Është surja Inna Atayna. Ajo e ka emrin? Kush e din emrin e surës Inna Atayna? Nga publiku, kush e din emrin e surës Inna Atayna? Si e ka emrin? El Kauthar, pra emri i surës Inna Atayna. Përgjigja është e saktë, emri i saj është El Kauthar. Puk. Kaloj mikrofonin
Medinës. Medina, pyetja për ty është, cila është sureja e fundit në Kur'an? Surja el Kaf. Edhe njëherë? Kulalo. Jo, fatkeqësisht përgjigjja është e pasaktë. Kush e din përgjigjen? Cila është sureja e fundit në Kur'an? Kush e din nga publiku? Sureja e fundit në Kur'an. Hajde zemër, përgjigjo. Bravo. Pra sureja e fundit në Kur'an është sureja Nas. Mirë. Atëherë pyetja për Arisën është, në cilin muaj filloi zbritja e Kur'anit? Në muajin e Muhamedit, pasi që ka lindur? Jo. Kush e din në cilin muaj ka filluar zbritja e Kur'anit? Nga publiku? Po, zemër? Po, pra, përgjigjja është e saktë. Kalojmë mikrofonin te Lina. Lina, pyetja për ty është, cila është fjala e parë e zbritur në Kur'an? Ikra, lexo. Po, pra. Fjala e parë është fjala Iqra, që do të thotë lexo. Mirë, e kthej mikrofonin edhe një herë te Adni. Tash, qysh edhe ju lajmërova, do t'ju pyes nga një pyetje nga suret e Kur'anit. Adni, ti na e lexo surën El Kauthar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. Mashallah, bukur. Vazhdojmë te Isa. Isa, ti na e lexo surën En-Nas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bukur, mashallah. Medina, ti na lexo surën, cilën sure? Kul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mashallah. Bukur. Arisa, ti na lexo surën Falaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب فلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Bukur, mashallah. Dhe Lina, atëherë ti Lina na e lexo surën Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mashallah, ishit mrekullueshëm. Në rregull, këtu përfundoi kjo rubrikë e tash vazhdojmë me rubrikën e dytë. Rubrika e dytë është rubrika numëro. Unë e bëj pyetjen dhe ju i numëroni ato gjëra që kërkohen për t'i numëruar. A jeni gati? Mirë. Atëherë vazhdojmë me Adnin. Adni, na i numëro 5 shtyllat e Islamit. 5 shtyllat e Islamit janë shahadeti, namazi, agjerimi, zekati dhe shuarën e hax. Bukur, mashallah. Pyetja e dytë, pra për Adnin, është numëro 2 nga pejgamberët e Allahut, përveç Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuhi edhe Ademi alayhis. Bukur, mashallah. Mirë, pyetja për Isaun është numëro 3 pyetjet që do i bëhen në varr çdo njeriu. 3 pyetje që do bëhen në varr janë kush është Zoti yt, cila është feja jote dhe kush është pejgamberi yt. Bukur. Pyetja e dytë për ty është numëro 2 nga melekët e Allahut. Është Gjibrili edhe Mikaili. Bukur, mashallah. Kaloj mikrofonin te Medina. Medina, ti na i numëro 2 llojet e shirkut.
shirku madh dhe shirku vogël. Bukur. Pyetja e dytë është numëroj 2 vendet ku do të shkojnë njerëzit pas vdekjes. Në xhenet dhe xhehenem. Bukur. Përgjigjja e saktë. Mirë, atëherë Arisa, pyetja për ty është numëroj 5 vaktet që i falin besimtarët brenda ditës. Sabahu, dreka, ikindia, akşami dhe yatsia. Bukur. Dhe pyetja e dytë është numëroj shkallët e fesë tonë. Shkallët e fesë tonë. Janë Islami, Islami, imani, dhe Isani, Islami. Isani. Ihsani. Mashallah. Bukur. Atëherë pyetjet për linën janë numëroj 4 librat e shenjtë që i shpalli Allah. Po është Taurati, Zëburi, Injili edhe Kurani. Bukur. Dhe pyetja e fundit për linën është numëroj 2 nga emrat e mëdhaj të Allahut. El Malik, El Melek edhe hajde Allah. Po, edhe kjo pranohet. Po gjona edhe një emër tjetër të Allahut? Mëshirues, Arabisht. El Kudus. El Quddus, po pra. Kush e din nga publiku edhe një prej emrat të Allahut tjetër? Hajde ti zemër. Ngritë zonin? Ar-Rahim, po pra. Sa emra i ka gjithsej Allahu subhanahu wa taala? Kush e din? Ti zemër? 99, bukur. Mirë, këtu përfundon edhe kjo rubrik, vazhdojmë me rubrikën tjetër që është e sakt apo e pasakt. Atëherë ta shkojmë me rubrikën e sakt e pasakt. Më tregoni se a keni luajtur ndonjëherë lojën e sakt e pasakt? Bukur. Pyetjet janë, unë e them fjalin, pastaj ju më tregoni se ajo fjali që e kom thonë unë a është e sakt apo e pasakt. A jeni të gatshëm? Bukur. Adni, pyetja e parë për ty është: namazi i sabahut i ka 4 rekate. E sakt apo e pasakt? E pasakt. Bukur. Sa rekate i ka namazi i sabahut atëherë? 2 rekate. Bukur. 2 rekate farz. Po sunet sa i ka? 2. Bukur. Pyetja e dytë për ty është: haxhi është obligim për çdo vit. E sakt apo e pasakt? E sakt. Haxhi për çdo person është obligim për çdo vit apo një herë në jetë? Jo, një në jetë. Bukur. Mirë, kaloj mikrofonin te Isa. Isa, ngrënia pa qëllim në Ramazan e prish agjerimin. Pa qëllim nuk e prish. E sakt apo e pasakt? Ngrënia pa qëllim në ditët e Ramazanit e prish agjerimin. E sakt apo e pasakt? E pasakt. Bukur. Pyetja e dytë për ty: pastërtia nuk është kusht për vlefshmërinë e namazit. E sakt apo e pasakt? E pasakt. Bukur. Kaloj mikrofonin te Arisa. Medina. Po jam nga 3 emrat. Se si motrat ngjashme. Bukur. Pyetja për Medinën është: teravit falen gjatë gjithë vitit. E sakt apo e pasakt? E pasakt. Kur falen teravit atëherë? Vetëm në muajin e shenjtë të Ramazanit. Bukur. Përgjigjja e saktë. Dhe pyetja e dytë për ty: namazi i vitrit falet në fillim të ditës. E sakt apo e pasakt? E pasakt. Kur falet vitri atëherë? Natën. Natën. Bukur. Kaloj mikrofonin te Arisa. Falja e namazit me xhamat është obligim vetëm për burra. E sakt apo e pasakt? E sakt. Bukur. Dhe pyetja e dytë për ty është: namazi i xumas falet një herë në muaj. E sakt apo e E pasakt? pasakt. Bukur. Kur falet atëherë namazi i xumas? Një herë në javë në ditën e premte. Në ditën e premte. Bukur. Kaloj mikrofonin te Lina. Lina, pyetja e parë për ty është:
namazi është i vlefshëm nëse falemi pa e mbuluar avretin. E sakt apo e pasakt? Edhe një herë? Namazi është i vlefshëm nëse falemi pa e mbuluar avretin. E sakt apo e E pasakt? pasakt se duhet më mbulu. Bukur. A din me na tregu se cili është avreti të meshkujt e cili është avreti të femrat? Po, Kjo nuk është pyetje e kuizit, është pyetje jashtë kuizit. të femra duhet të më mbulu edhe flokët edhe trupi krejt. Po, përveç? Përveç duarve, Po, edhe? edhe fytyrës. E fytyrë. Ndërsa të meshkujt duhet të mbuluar gjunjt edhe pjesa nalt deri Bukur, bukur. Pyetja e dytë për ty është sadakaja është obligim për çdo besimtar. E sakt apo e pasakt? e pasakt, nuk është e obligueshme për çdo besimtar, vetëm ata që kanë mundësi. E si e ka emrin ajo që është obliguar për çdo besimtar? Apo për besimtarët që kanë pasuri? Vetëm për ata që kanë Si e ka emrin? Si quhet? Kush e din si quhet ajo që Allahu e ka obliguar të pasurit për ta nxjerrur nga pasuria e tyre dhe për t'u jepur të varfërve. Kush e din? zekat. Ha? Zekat. Po, pra, zeqati. Mirë. Atëherë këtu përfundon edhe kjo rubrik, vazhdojmë me rubrikën e radhës që është plotësoje fjalinë. E tash vazhdojmë me rubrikën e radhës. Ajo është plotësoje fjalinë. Unë e them fjalinë, ju e plotësoni atë që kërkohet. A jemi të qartë? A jeni gati me vazhdu? Si po ju duket gara deri këtu? E lehtë apo e vështirë? Bukur, mashallah. Nuk është e lehtë, po ju e keni bërë të lehtë. Mashallah. Atëherë pyetja e parë për Adnin është: pejgamberi alayhi salam lindi në vitin e Elefantit. Bukur, përgjigjja e saktë. Pyetja e dytë për ty është: emri i babait të pejgamberit alayhi salam ishte Abdullah. Abdullah. Përgjigjja është e saktë. Kalojmë mikrofonin te Isa. Isa, a je gati? Po. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam lindi në qytetin e Mekës. Mekës. Pyetja e dytë: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vdiq në qytetin e Medinës. Medina. Përgjigjja e saktë. Bukur. Medina. A i bëjmë disa pyetje për Medina? Bukur. Pejgamberit alayhi salam i filloi zbritja e shpalljes së Kur'anit në shpellën Në shpellën Hira. Bukur. Përgjigjja e saktë. Pejgamberi alayhi salam i përkiste fisit të Kurejsh. Quraysh. Bukur. Përgjigjja e saktë. Vazhdojmë me Arisa. Arisën. Arisa, shoku më i afërt i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte Abu Bakr. Bekri. Bukur. Pyetja e dytë për ty është: muslimanët u shpërngulën nga Meka në Medina. Medinë. Përgjigjja e saktë. Mirë, kaloj mikrofonin te Lina. Pejgamberi alayhi salam u varros në dhomën e Në dhomen, pra në xhamin, në xhamin Medina, po, dhoma ishte e gruas së tij, që e kishte emrin Aisha. Aisha. Bukur. Mirë. Dhe pyetja e fundit për ty Lina është: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që i vdiq gjyshi i tij, u përkujdes për të, Agja i ti, që e kishte emrin Abu Talib. Abu Talib. Lina na i bë Allah se ty të kanë ra pyetjet më të vështira, gjithë. Edhe me ty e kena zgjatë më shumë. Prandaj faleminderit shumë. Atëherë këtu përfundon edhe kjo rubrik, të shohim se sa pikë kanë grumbulluar gjithsej. Mirë, atëherë e kum bon një farë vlerësimi, po nuk e di sa ja kum të qillu. Se qash mirin i përgjigj, sa që e kum pas shumë të vështirë. Jo, do më thonë, pyetjet për fakultet po të fkam jo bo.
mashallah. Allahu i dhënë bereqet e sukses në këtë rrugë. Pas një mësu për Kur'anin, për pejgambert, për dispozitat e fejs tonë, për besimin, prandaj lut Zotin që t'ju jap sukses në këtë rrugë. Mirë, atëherë unë e kum bën një farë vlerësimi, edhe pse të gjithë jeni fitues, po loja e dën me shpall disa fitues. Po shkojmë me numrimin e pikëve. Mirë. Atëherë Adni ka grumbulluar gjithsej 25 pikë. Urime Adni. Bukur. Isa ka grumbulluar po ashtu 25 pikë. Bravo Isa, urime. Medina ka mbledhur 19 pikë. Bravo Medina, urime. Arisa ka grumbulluar gjithsej 17 pikë. Urime. Dhe Lina ka dalluar vetëm me 1 pikë nga Isa edhe Adni. 24 pikë. Urime Lina. Pra, fituesit besoj po i dini, ata janë Adni edhe Isa, zbashku. Urime. Okej, qysh ju do kwizi? A ishin pyetjet e vështira? Urime ju përgëzoj për përgjigjet, keni qenë shumë të thukë në përgjigje. Atëherë këtu përfundon pjesa e kwizit. Ju thom drejten, në fillim pak i poshë nëse në mundoshta pak kompleksi për ballë kamerës, po tu bo pyetje, tu shku pyetje, do të thotë kwizit tu zhvillu, filloi një farë gjallërie. Mirë, elhamdulillah për Zotit mirë, i kënaqshëm. Deri në mos. Mos i privoni fëmijët e juaj pikë kësaj atmosfere. Besoj se secili prej fëmijëve është kënaq, është ndi, do të thotë i lumtur, edhe vetë ne e pam një publik zjarrt mbas shejshin zona e kështu, do të thotë besoj që keni atmosferë e mirë. Për fund krejt kisha me përmbyll edhe një herë tek ajo pyetja e parë që ma bone, do të thotë përgjithësia e prindve. I kisha lut prind pe i loçke zemrës, nëse doni me pas një jetë ma të mirë, ma të qetë që ndoshta edhe në pleqërinë t'juj kur të arini me pas një respekt për prindve, për fëmijëve t'ju, që unë besoj që në kohën tonë respektin ndaj prindve ka zbehje ka, e vetëmja rrugë unë kështu besoj që fëmijët tonë kam i kanë ndjell është mësim besimi. Mja mbill në zemrat e tyre dashurin ndaj Allahut, ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edukatën islame. Veç me edukatën islame kanë me na urrit fëmijët tonë kanë me na urrit. Kështu që porosia ime mos nguroni, pruni fëmijët me mësu, çani në për xhamia në për këto kurse se do ta mësojnë edukatën fetare e pastaj ajo edukat ka me reflektuar në jetën e tyre të përditshme. Faleminderit juve. Atëherë kjo është fundi i këtij emisioni, shihemi në emisionin e radhës. Asalamu alaikum.